kanë filluar të tresin rezultatin, partit humësit të pranojnë dhe fitimtarët të projektojnë si do të kryojnë qeverin shtator? Mendoj që duhet të zauruar gjithë fazat e ankimimit subjekteve, përfshirë dhe ato raste ku parashikohet e drejta e vetë kandidatëve. Është mirë që përpara se të mblidhet legjislatura e radhës, të jenë konsumuar të gjithë aspektet ligjore dhe procedurale, me qëllim që debati politik të jetë qetësuar, qoftë duke i marrë në konsiderat nëse ka prova dhe në qoftë se nuk ka. Unë për një gjë jam kurioz, për hir të vërtetës. Në Shqipëri ka 5200 qendra votimi, ku në çdo qendër votimi ka afro 7 komisioner, prej të cilëve 3 janë të opozitës. Që do të thotë opozita ka afro 20.000 komisioner, përfshirë dhe këto KZAZ, apo numërus në total, dhe nuk kam parë prej 3 javësh një komisioner i cili ka qenë dhe ka detyrimin ligjor për të vëzhguar ligjshmërinë e procesit votimit, të dalë në një televizion, një nga këta 20.000, dhe të nxjerrë një provë për manipulimin e votave. Dhe kjo do të ishte shumë e vlefshme. E para nuk e kanë bërë në flagrancë, pra flitet shumë për atë trenin bulgar, ku fleta mund të jetë marrë dhe të jetë ndruar, por detyrimin nuk e ka as media, detyrimin nuk e ka as Spaku, i cili nuk ka 5.000 prokuror që t'i ndajnë për qendra votimi, po e kanë ata komisioner që t'jenë mbrojtësit e votës lirë, e votës fshet, e votës qytetar. Ti thua Don që nëse ka pasur shkelje, nuk ka prova për trenin bulgar, por ndërkohë në qarkun e Elbasanit pam diku në një fshat të Peqinit 10 flet votimi. Ato 10 flet votimi nuk ishin flet votimi, ishin flet reklame. Domethënë me ato fletat me lustër që bëheshin reklame. Unë flas komisioner i cili të kapte në flagrancë, njoftonte policinë dhe prokurorinë në qendrën e votimit. Po ishte një kandidat ai që e kapi, zoti Himçi. Po mi pra, sipas unë flas çfarë kam lexuar. Sipas gjithë mediave është relatuar që ato flet votimi. Ti thua ato të autoriteteve zyrtare, por po të njëjtat autoritete zyrtare, në po të njëjtin qark, 4 vjet më parë thanë Don që në makinën e simpatizantëve të Partisë Socialiste nuk u gjetën materiale zgjedhore, por gjatë procesit gjyqësor aty u vërtetua se aty kishte flet votimi, kishte karta identiteti, kishte para, materiale tjera zgjedhore. Pra, kemi të dyja palët. Se opozita pretendon Don që edhe autoritetet shtetërore janë palë me partinë në pushtet. Po kjo është shumë pozitive nëse vërtet një komisioner ka mundur që të kap në flagrancë disa flet votimi, nëse është siç thoni ju. Nëse është siç thon autoritetet zyrtare, policia, prokuroria e tjerë, atëherë është gjë tjetër. Unë do